Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejen e Allahut Azza wa Jalla me komentimin e fjalëve të Allahut Azza wa Jalla, ku sot do të ndalemi në komentimin e Suratul Asr. Suratul Asr është nga surat madhore në Kur'anin famëlar, sura e cila ngërthen në vete të domethënia të mëdha, udhëzim, drejtim, këshillim dhe vlerë. Për këtë shkak, Allahu subhanahu wa taala këtë sure të madhe e fillon me një betim të madh. Thot: Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Thot pasha asrin. Pasha asrin. Një pjesë e dietarëve kanë thonë wal asr është për qëllim me asr, është për qëllim namazi i ikindis, që është koha mas dreke. Ka thonë shkaku se Allahu Azza wa Jall kësaj kohe ka kushtuar rëndësi të veçantë dhe kanë thonë këtë përforcon ajeti kuranor tjetër ku thotë Allahu Azza wa Jall: Hafidhu ala salawati was salati al-wusta. Kujdesuni dhe mundoni që ta falni në kohë dhe si duhet namazin përgjithësi e në veçanti namazin e mesëm. Kurse shumë dietarë kanë thonë namazi i mesëm është për qëllim namazi i ikindis, shkaku se është gjysma e ditës, koha e ikindis. Por shumica e komentatorëve të Kur'anit kanë thonë me asr është për qëllim koha në përgjithësi. Pa ma parasysh se ajo koha është mbrëmja, është mëngjes, është dreka, është ikindia, akşamja apo jacia, apo sabahi. Ka thonë me rëndësi këtu se Allahu Azza wa Jall është betu në kohën. Dhe Allahu alem kuptimi që shumica e dietarëve përkrajnë më shumë është se wal asr është për qëllim këtu në këtë ajet kuranor, që Allahu Azza wa Jall betohet në kohën dhe thot pasha kohën. Ky vavi është vavul qasam, vavi i betimit, me cilën Allahu Azza wa Jall kur don me madhështu dhe me vlerësu njërin nga krijesat e tij, dhe na kemi përmendur se Allahu subhanahu wa taala me urtësinë dhe deturinë e vet absolute, ai zgjedh për kanë do të betohet dhe si do të betohet. Këtu në këtë ajet kuranor Allahu Azza wa Jall betohet në kohën. Dhe këtu del në mejdan rëndësia, vlera dhe pesha që e ka do të thotë koha, dhe se Allahu Azza wa Jall i kushton rëndësi të veçantë kohës, saqë shumë dietarë kanë thonë se Allahu Azza wa Jall këtu në mënyrë indirekte të betohet në jetën e njeriut, shkaku se njeriu apo jeta e njeriut përbëhet prej kohës, prej çasteve. Dhe kanë thonë se njeriu aq sa më shumë kohë jeton, aq më pak i ka mbet. Që është kuptim deviant tek njerëzit që mendojnë se kur të jetojnë gjatë mendojnë se kanë bërë mirë. Jo, kur jeton gjatë ka mbet më pak për të jetuar. Të ka mbet më pak. Dhe për këtë shkak këtu kupton njeriu rëndësinë e kohës dhe vlerën që e ka koha, që ai t'i kushton rëndësi të veçantë kësaj begatie të madhe, që atë kohë që e ka në dispozicion, që e ka dhuru Allahu Azza wa Jall, atë kohë ta shfrytëzon të mirat, me cilët mira është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. E jo këtë kohë ta kalon kot në thashëtheme dhe në gjëra boshe, e pastaj të bëhet pishman një ditë prej ditëve kur të takohet me Allahun subhanahu wa taala. Dhe këtu edhe kuptojmë rëndësinë dhe vlerën e veçantë të kohës, me shumë qëndrime të rrepta të sahabëve, njerëzve të devotshëm pas sahabëve, që kanë thonë thonje të mëdha madhështore, siç është rasti i Aliut radhiyallahu anhu ku thotë el waqtu kes-sejfi in lam taqta'hu qata'ak. Ka thonë koha është sikur se shpata. Nëse ti atë nuk e pret, ajo ty të pret.
Koha është sikur shpata, sikur një shpatë me e pas mbi kokë. Nëse ti nuk e thënë atë shpatë, çfarë do të ndodhë? Ka me ta prej kryt, ka me ta prej dorën, komën, ka me dëmtu. Kanë thonë dietarët, kështu është edhe koha. Nëse kohën nuk din ti me shfrytzu, ajo ti të pret, veç kur ta shohish, veten se janë plak. Se shkoj ymri, shkoj jeta. Dhe Allah Azza wa Jall kemi përmend se kur ai betohet në diçka, kjo tregon se ajo gjë në të cilën betohet Allah Azza wa Jall ka rëndësi dhe vlerë të veçantë. Dhe se Allah Azza wa Jall e ka veçuar dhe ngrit atë krijesë në të cilën betohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allah Azza wa Jall në vazhdim: Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Thot me të vërtet, insana, njeriu, se ka përmend të as besimtarin, as se ka përmend cilësinë e njeriut. Në përgjithësi ka thonë njeriu. Në përgjithësi njeriu, pa marrë parasysh se çfarë nacionaliteti ka, çfarë ngjyre ka, ku jeton, si jeton, sa është i pasur, sa është i ri, sa është plak. Nuk është me rëndësi e gjithë kjo. Nëse ka emrin njeri, thot innal insana lafi khusr. Thot me të vërtet njeriu është në humbje. Pa marrë parasysh se kush është ai njeri, nëse ka emrin njeri, ai në esencë është në humbje. Është në humbje. Pse? Ka thonë dietarët, shkaku se malli i njeriut është koha. Kur njeriu s'din ta shfrytëzon kohën, ajo është në humbje. Sikurse malli i tregtarit është pasuria. Kur ai s'din me shfrytëzu pasurinë, ai do ta humb pasurinë. Ka thonë ashtu si tregtari e humb pasurinë e vet me mos fitim, në të njëjtën formë njeriu humb në këtë dunjë kurse shfrytëzon kohën. Sepse pasuria e realt dhe e veçantë e njeriut që e ka në dispozicion, që zblet me dinare dirhem, që nuk ka mundësi as me shti para, as me hec mbrapa, çka është shfrytëzimi i kohës. Është shfrytëzimi i kohës. Një ditë prej ditëve një njeri vjen te njëri nga njerëzit e devotshëm, edhe i thot bane dhikr, hajde të bëjmë pak muhabet. Bëjmë pak muhabet. Qajmë halë e dert, pak boshver muhabet me bo, si themi të na. Muhabet dunjoje, si je, qka je, qa ka të rejt, qa ka të vjetër, si kimi na merak. Shqeni qëfar përgjigje je, ky person. Thot nuk është problem, unë me ty do të ndalem dhe do të bëjmë muhabet. Në temat që ti i donë, me një kusht. Thot ndalë dilin mos lëvize, e unë me ti ndalem e bëjmë muhabet, sa që të thema. Ndalë lëvizjen e djerit, që të mos shkon ka perëndimi, unë ndalem me ti dhe bëjmë muhabet, çfarë teme të duhesh. Atë ka shku ndonjë ndërmend, po është Zotin, se dilli që sot perëndoj, që shtash në e falem akshomin, nuk vjen më prapë. Ky dilli i kësaj dite nuk kthehet më prapë. Një aksham minusimi mos, kam bën një aksham ma pak i kimi, a i dini jo, a i një të vetëshëm. Dhe Allah Azza wa Jall, mu për këtë shkak betohet në kohën për me na e bo me dije rëndësinë dhe vlerën që e ka koha në vete. Rëndësinë dhe vlerën që e ka koha në vete. Dhe thot Imam Shafiu rahmetullah alej, thot sikur se Allahu Azza wa Jall në Kur'an të mos kishte zbrit këshill tjetër për pas se suratul Asr, besimtarve do t'ju mjafton të kjo këshill. Kështu do të Imam Shafiu rahimahullah. Do t'ju mjafton të kjo këshill, vetëm suratul Asr. Vetëm kjo të kish zbrit thot në Kur'an si këshill nasihat për besimtarët që e kuptojnë Kur'anin, lexojnë dhe pasojnë këtë shpallje, do t'ju kishte mjaftu kjo këshill atyre. Vetëm suratul Asr. La ilaha illallah. Dhe njeri kur ndalet dhe mendon se si hi koha dhe si shkon koha,
vallahi bindet në rëndësinë dhe vlerën që e ka koha, dhe bindet se koha që ka shku nuk vjen më prapë. Na, nëse shtash njëri tjetër t'ja bëjmë këtë pyetje, a mundesh me më kallëzu? A mundesh me më kallëzu se kur i pate 15 vjet, e shtash që i ki bo 30, si shkoj kjo kohë? Se në sëqara? Së mundesh me sëqaru? Apo ati që i ka bo 60, ti thujsh, a mundesh me më kallëzu si shkun pin 30 deri në 60? Imri, atë lanç. Zdi me ta kallëzu. Sikur një mazdar keme pas konë. Më kujtohet sikur dje me pas 15 vjet. I di momentet dhe çastet kur i kom pas 15 vjet. Me kanë kam mësu si kam shku, si jam duk sen. Ama kur ta shoh sot, koha ta ka hongër imri. Koha t'ka krus, t'ka zbardh, t'ka los, t'ka smu. Edhe Allah nuk je bindë se në humbje shkaku i mos shfrytëzimit të kësaj kohe. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu. Shtash vjen përjashtimi. Shtash vjen një kategorie njerëzve që nuk janë në humbje. Një kategorie njerëzve që ketë kohë që osë si shpata, ata kanë ditë me shfrytëzu. Ata kanë ditë me prej kohën, e se kanë leju kohës që ato mi prej. Ata e kanë shfrytëzu kohën, e se kanë leju kohës që koha t'i hanë këta. Shumë ka dalim. Për njeriun që e shfrytëzon kohën, edhe mes një tjetrit të cilin e hanë koha. Del pi shpi se din ullën ka shkon. Shkon shpi se din pi ka vjen. Kush t'i ndarë të thotë hajde, hajde. Kush t'i ndarë të thotë shka, shka. Nuk ka qëllim në jetë. Nuk ka plan të jetës. Nuk ka vlerë të kohës. Nuk din ta vlerëson kohën, imrin e vetë, e kalon kot, thashe të theme, në gjunahe. Në gjunahe, frik njoni, po ma ban një pyetje, duke ditë se s'ka i shmërisht është ti dashurum në domina. është i dashurum në domina. Edhe më thot, a janë halal dominat, a janë haram? Thash, posh Zotin. Posh Zotin. Ka ndoshta 20 vjet që ti prej në aksham e deri në 12 natës lunë domina. Posh një Zot. Buk me hongër për në aksham deri në domina, dë dam e keq. Për në aksham e deri një atësi, buk me hongër, dë keq. E mos flas me lujt domina për në aksham e deri një atësi, apo deri në 12 natës. Thash, posh Zotin, as të ka dhim të imri jatë, që s'pare kur ki hinë atë qajtore, e i konë gjallë i ri, e i heshëm e i mirë, e punëtor, e sot qajtore, gjysmën e imri tonë të ka hongër në domina. E i e krudhi, e lodh, edhe alo pyjtë, se në shtash mas 20 vetëve të ka kujtu, me pyjtë sa është haram apo halal. Hisë të kanë dhimt vite e vite që ki kalu në një punë të kotë, pa marë parasysh haram halal. Ajo kohë si s'tu ka dhimt. Njëherë me mendu se këtë kohë a kam mundësi onë me shëndru në diçka që është produktive, që është e mirë, që është e khajri, që e knaqë Allahun subhanu e ta'ala. Dhe kështu me radhë, sa kohë na kalojmë në gjërat kota, në palidhje, bile në të damshme, në harame, edhe nuk jemi të vetëdijshëm. Edhe nuk jemi të vetëdijshëm. Edhe nuk jemi të vetëdijshëm. Në njeri më tha një ditë, tha nuk muj me kuptu si njerëzit bëjnë hatme. S'muj me kuptu me bo hatë me Kur'anin. S'muj me kuptu, tha, me bo njeri hatë me Kur'anin. Thash, unë kam me ta mësu një metodë me bo të hatë me Kur'anin, për di muj hiq pa i marrë veshti.
S'ki me qeni vetëdishëm se ke bo hatme. Shishoni veç koha është në pytje. Mos folmi filmet seriale, mos folmi atë, kete, daljet e palidhet që janë. Thash, vetëm njërë në ka me të adhon një shembull. Për çdo namaz, 5 minuta para ezanit shkon në xhami, lexoj një faqe Kur'an. Për çdo namaz, masi që ta falësh namazin, lexoj një faqe tjetër Kur'an. E kështu 5 namaz i ki 10 faqe. Një muj janë 300 faqe, 2 muj 600 faqe. A disa dun me lexu një faqe Kur'an? 2 minuta, a dun as dun. Thash, vetëm dije me shfrytzu që këtë 2 minutëshin, e ti për 2 muj ki me bo hat me Kur'anin, e s'ki me marrë vesh se e lodhë se ki bo hat me. Me nënësi është që ti të bëjsh sistem regulore, rend në jetën tënde, që dish të shfrytëzojsh kohën, ymrin, jetën, mirësin, begatin, që Allahu subhanahu wa taala ta ka dhuntu dhe dhurun. Por gjitha këto ndodhin shkaku se na jemi shpërfillës të mirësisë së kohës dhe atë nuk dim me shfrytëzun të mira dhe fatkeqësisht shpeshher e shfrytëzojmë në të këqija. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ni'matani maghbunun inda kathirin minan nas, as-sihhatu wal faraq. Thot 2 mirësi, 2 begati të mëdha, njerëzit i shpërfillin, nuk i vlerësojnë, i në përkambin. Thot e para është shëndeti, e dyta koha e lirë. Është koha e lirë dhe në të cilët, sidomos në këtë zaman dhe në këtë shekull, dim shpesh herë që ta ankohemi prej kohës, me thonë s'kemi vakt, dhe dim më arsjetu për shumë lëshime që i kemi me kohë, dini fort mirë se na po ta shfrytëzojmë kohën, Allahu çon bereqet që në atë kohë të bëjmë punë të mëdhaje madhështore pa vetë dijen ta. Pa e kuptuna se jemi të bo punë të mëdhaja dhe vetëm me një kujdes shumë modeste të vogël, Allahu azza wa jall çon bereqet në kohën dhe ta mundson që me bo punë të mira që as ti nuk je i vetëdijshëm se janë duke ndodhur. Wa amilu salihat. Thot përpas se ata të cilët kanë besu. Këtu për qëllim është besimi në Allahun, në melaqet, në librat, pejgamberët dhe ditën e gjykimit, kaderin, caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Ky lloj besimit kërkohet besim të jetë me bindje. Përderisa besimin gjitha këto nuk është me bindje, ai besim është i papranueshëm. Besimtari s'ka besu, është dyshues, nuk është besues. Për këtë shak, njerëzit dietarët i kanë dhënë njerëzit në besim, në iman, në shartët e imanit, shtyllat që janë, i kanë dhënë 3 kategori. Kanë thonë grupi i parë është grupi i cili ka besuar me bindje dhe është nënshtruar këtymve pa hamendje. Grupi i dytë është grupi i cili ka besuar në këto por ka dyshime. Thotë këto janë devijum. Grupi i tretë është grupi që i mohon këto janë grupi që nuk janë besimtar. Wa amilu salihat, dhe bëjnë vepra të mira. Thonë dietarët, Allahu azza wa jall këtu i ka përmend 2 komponentet kyçe dhe të rëndësishme të besimit. El imanu wal amal, që janë kushte në definicionin e imanit dhe besimit tek ehli sunneti. Çfarë kanë thonë? Nuk ka besim pa punë dhe nuk ka punë pa besim. Dhe çdo pretendim në besim në Allahun azza wa jall, pa këto 2 komponente që janë kyçe, është i rrejshëm dhe i papranueshëm. Pra ai cili bën punë të mira, por nuk ka besu në Allahun azza wa jall dhe në kushtet tjera që i ka imani, themi ky nuk është besimtar. Dhe çdo kush që pretendon se është besimtar dhe nuk ka vepra dhe nuk ka asgjë nga veprat, themi edhe ky nuk është besimtar. Ani se pretendon se është besimtar, përderisa s'ka rezultate nga besimi i tij që janë veprat, themi ky besim është i kot, vetëm pretendim që s'ka asgjë në të reale. Pra kush manifeston realitetin dhe sinqeritetin e besimit,
janë veprat. Janë veprat. Por Allahu Azza wa Jalla thot wa amilu salihat. Wa amilu salihat. Thot Ibn Taymiyyah rahmetullah alayh, thot është përmend këto puna dhe mas punës është përmend salihat për mi tregu dy kushtet kyçe që janë në pranimin e çdo punës, që është thot sinqeriteti dhe pasimi i sunnetit. Thot dhe kështu njëjtë sikur se nuk pranohet imani dhe besimi i besimtarit. Pa besim në 5 kushtet e imanit dhe pa vepra, në të njëjtën formë edhe veprat nuk pranohen pa i plotësuar këto dy kushtet që janë që t'jenë për hir të Allahut me sinqeritet, dhe e dyta që t'jenë konform sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa marrë parasysh se një vepër sa është e sinqert për hir të Zotit, nëse nuk bëhet ashtu si e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe si ka urdhëruar Allahu azza wa jall, themi kjo vepër nuk është e pranuar. Dhe nga ana tjetër, një vepër pa marrë parasysh se sa është precize në pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk është i sinqert për hir të Allahut dhe bëhet për syfatësi apo ndonjë qëllim tjetër, themi përsëri kjo vepër është e papranueshme. Për këtë çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kush bën një vepër që s'është konform sunetit tim, ajo është e refuzuar. Nuk është e papranueshme, nuk pranohet. Dhe kështu në këtë formë besimtari do të si rezume për me qenë besimtar ashtu siç pretendon, kryesisht duhet që të plotësohen 4 kushte. E para, imanin Allahun azza wa jall, me shartet e imanit që i ka. E dyta, veprat, dhe këto veprat të jenë me sinqeritet dhe të jenë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo vepër që veprohet, pa marrë parasysh formën, qëllimin, pa marrë parasysh se prapavim pse e ban, nëse nuk i plotëson këto 4 kushte që janë gjenerale, që kanë detajet në vete, që se kanë vendin këtu mishtëru, themi ajo vepër nuk është amel salih, është amel gajru salih. është vepër jo e mirë, jo e shëndosh. Shkaku se si ka plotësu këto 4 kushte dhe besimi dhe imani atij besimtarit është jo i saktë. Është jo i saktë. Dhe këtu i kuptojmë se gjitha këto 4 kushte bazamentin e kanë imanin, kurse manifestimin e imanit e kanë veprat, kurse kush për pranimin e këtyre veprave janë, do të thotë sinqeriteti dhe pasimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasaw bil haqqi, thot Allahu azza wa jall, thot këta besojnë, veprojnë vepra të mira. Tregon ibadetin e zemrës që është besimi, tregon manifestimin e atij besimi që është vepra, dhe tregon shtash se besimtarët që kanë shpëtu, që nuk janë devijim, nuk janë egoista. Por se atë besim që e kanë në zemër, ato vepra që i bëjnë vetë, kanë dëshirë që dhe të tjerit t'i bëjnë. Atë kënaqësi që e kanë në zemër, kanë dëshirë që dhe të tjerëve t'u apërcjellin. Wa tawasaw bil haqqi. Thotë dhe ata e këshillojnë njëri tjetrin në të mirë. E këshillojnë njëri tjetrin në të mirë. Për këtë shkak, Allahu azza wa jall shkatroi popull para nesh që ishin të mirë, e devotshëm, e adhurues të Zotit, së bashku me të këqit, shkaku se të këqit nuk i urdhëronin në të mirë. Shkaku se njerëzit e devijum nuk i urdhëronin në të mirë. I shkatroi së bashku me të devijumit dhe të këqit. Dhe besimtari i cili ka iman
Dhe atë iman e manifeston me vepra, themi, nëse s'ka urdhërim në të mirë, e ndalim nga e keqja, themi edhe kjo është në humbje. Shkaku se kur të shkatrohen të tjerit, kur do të humbin të tjerit, edhe këtë do të përfshin humbja dhe devijimi. Dhe në kanë të lidhe të fort mes veprimit në vete dhe për vete, dhe mes asaj që atë të mirë që te ki kuptu e ke për obligim të apërcjelish edhe të tjerve. Wa tawasau bis sabr. Dhe këshillon njëri tjetrin në durim, në sabër. E këshillon njëri tjetrin në durim dhe sabër. Dhe sabrin e kanë dhënë dietar këtu do të në 3 pjesë, në 3 forma të sabrit, që do të thotë që të jetë sharimi më i qartë dhe më i mirë. Kanë thonë as-sabru ala ta'atillah, as-sabru an ma'asihi, as-sabru, kush e din edhe një? Hajde. Mendojnë ndërkohë. Allahu Azza wa Jall në këtë ajet kuranor këshillon besimtarët që të këshillojnë njëri tjetrin në sabër. E para ka thonë sabër në adhurimin e Allahut Azza wa Jall dhe në respektimin e tij. Se edhe ibadeti kërkon sabër, kërkon durim. Sa e sa besimtar që s'kan sabër në ibadet, e bëjnë ibadetin, por me një pikpyetje të madhe se sa ju pranon ta ibadet. Na jemi dëshmitar të një realitetit të ist, që besimtarët që vinë me vullnet dhe vetë dëshirë më u falë, shkojnë në sejdë para imamit. Shkaku se s'ka sabër në ibadet. Na jemi dëshmitar të besimtarëve që shkojnë në hax, që haxhi i cili është 5 ditë, 6 ditë në javë, brenda një javës ban aq gabime të mëdha sa që mi prej këtë kurbonat e Mekës nuk ja lan gabimet. Një javë se mban sabër, në ibadet dhe ndurim. Çdo hap ai gabim është. Çdo hap ban gabim, s'ka sabër në ibadet. Dhe njëra nga llojet e sabrit që na duhet këshillu njëri tjetrin është sabër në ibadet. Sa e sa për besimtarve e nisin një punë të mirë, nuk kanë sabër në atë. E nis me shku me lexu Kur'anin, me mësu Kur'anin, një javë, 2 javë, 3 javë, nisin 50 veta, esin 5 veta, mas 2 mujve, për 5 ka mejt veç një. S'ka sabër në respektim dhe në adhurim dhe Allahu subhanu wa ta'ala. S'ka durim. Sa e sa prej njerëzve fillojnë një punë të mirë, e lonë gjysëm shkaku se nuk kanë sabër dhe durim. Por se besimtarët e mirë e këshillojnë njëri tjetrin në sabër në punë të mira. Shiqoni, ai cili kënaqet me punë të mira, ai cili kënaqet me punë të mira, ai cili punë të mira i bën për hir të Allahut, ai ka mundësi që taktizon, shiqoni në punë të mira, dhe këtu i drejtojmë gjithë aktivistave islam, ka mundësi që taktizon në punë të mira. Shembull, një vit mirët me ndërtimin e shtëpiave, një vit mirët me paketimin për fukarat, një vit mirët me thirrjen e njerëzve në ders, lloj të mirash. Ama asnjëherë nuk lodhet nga këta. Ai çdo herë është më ambicioz. Çdo herë ka më shumë vullnet, kur nuk lodhet. Ai ka mundësi thotë këtë vit kam i dhënë përparësi që njerëzit më thirrë më shumë ders dhe kam marrë më shumë me këtë punë. Tjetërin vit thotë këtë vit do të mirë më shumë me jetimat, atë vit do të mirë më shumë me fukarat, këtë vit do të mirë më shumë me njerëzit e smur. Edhe kështu me radhë, ama asnjëherë nuk i lën të mirat. Që është fatkeqësia që na shpeshherë s'kemi sabër dhe ndurim në punë të mira, e nismi e dikur thotë unë jam lodh. Themi s'ka ne kënaq mirë me punë të mira. Ki ndonjë defekt aty kur e ke nis. Këshire korrigjë, ktheu mbrapa. Këshire pse e ke nis këtë punë. E si e ke nis, e çka ki menduar, çka të ka dalë, çka ki prit. Ka diçka këtu. E dyta,
Sabër në haramet. Sabër në haramet. Njëra nga llojet e sabrit janë edhe haramet, që besimtarit e banë durim që të mos bjen në haram. Sa për njerëzve kanë të lashe probleme, shkaku se nuk din sabër në haram, bin në haram. I vjen një të lashe, një problem ma i vogël, që është për dunjo, që ka bën? Sa të kam et malin, kufin, në dogon, që 2 muj, pa tjetër e kam kredit me marë. Themi sabër, sabër, durim. Më ka orë puna në fit, s'kam ku shkoj, pa tjetër me marë kredit, pa tjetër me shku me bo këtë pun, pa tjetër me aksin me të keq. S'ka sabër në harame. S'ka sabër në harame. Sa e sa njerëz devot që me të mire namazli i badet gji, kur vjen pyetja harame, a i rëshet. Dhe këtu kemi edhe problem, na jemi dëshmitar të harameve të verës. Sa e sa njerëz të mirë, me nishone të mirë të ibadetit, thonë për edhajve, ishtë atë ndarësën bura e gratë të lavi, rakia të edhaj, ma i si hajde me, s'ka sabër në harame. S'ka gudzim të i thot dikujt, unë e s'muj se kjo haram s'ban. S'ka sabër këto. A i shkon, ku krejt edhaj. Edhe në shumë punë të këqia tjera që janë të kësaj natyre të ngjashme, që besimtari i tillë nuk din me bo sabër në harame. Bjen shumë let në haram. Dhe kategoria e tretë e sabrit është habe, që kjo është më e njohshme, si nuk e dini. Po sabër në fatkeqësinë e provat e lashe. Që është të be Muhammed fol? Të si draçavajcës kalzoj pak. Sabër në sprova, në të lashe, në fatkeqësi. Një ditë më ka habit njëni, i thamë, herë parën e kam dëgjuar atë lafë. Thash sabër se kalon kjo. Nuk i as i pari as i fundit. I thamë, lillahi ma ata, walahu ma akhadh. E Allahut është ajo që ta ka dhonë, dhe Allahut është ajo që e ka marë aj. Na jemi gjithë të Allahut, me lejnë e ti kemi janë këtë dunjo, dhe me lejnë e ti dalin prej kësaj dunjoje. Askush s'na ka pyet neve kur kemi janë këtë dunjo. Ajo ka pyet dikush kur kemi janë këtë dunjo. Me na vetë që ishtek zdina më vene me shpjegu këtë ma betë. Apo? Jemi në këtë dunjo. Askush nuk pyet me të marë komplet prej kësaj dunjoje apo pjesërisht. Kështu që kam tha, çfarë vezvese shejtani. Tha o gjo këtu, tha, as sabri nuk ban sabër. Këshira, la thash. Ti e paske atë shejtanin njësi speciale, dhe që të mësej ka kështu. Ban istikfar, marë dhe që sabri zbej ka sabër këto. Kush ta mësej këtë shërë? Njëra nga llojet e sabrit është sabër në përcaktimet e Allahut Azza wa Jall. Dhe nuk është të thonë se ai cili është ibadetxhi, sabër në ibadet, nuk është të thonë se ka sabër në harame, apo sabër në caktimet e Allahut. Ka mundësi njeriu të jetë adhurues, ibadetxhi i madh, ama të dështon në harame. Të dështon në përcaktimet e Allahut Azza wa Jall në sprova dhe të lashtë. Dhe kështu dhe në këtë formë kuptojmë kategoritë e sabrit dhe njerëzve që janë në sabër. Shkurtimisht lusë Allahun subhanahu wa taala që të na bën nga durimtar, që të na bën nga besimtar, nga ata që veprojnë, që afrojnë Allahut azza wa jall me të mira, të na bën nga ata që largon të këqijave, kështu në këtë formë të na bën të mundshme që edhe jetën tonë ta vazhdojmë me të mira, me sabër dhe durim, ashtu si është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.